muslimanët e veçën prezanton. Ibrahim bin Adham dhe djaloshi i penduar. Transmetohet se një djalosh erdhi tek Ibrahim bin Adham dhe i tha: "O Ebu Ishak, jam shpërdorues i vetvetes time, prandaj më trego diçka që të ndaloj dhe të më shpëtoj zemrën time." Ibrahim bin Adham i tha: "Në qoftë se pranon 5 gjëra dhe mundesh t'i realizosh ato, nuk kanë për të dëmtuar ty mëkatet dhe veprat e këqija që ti bën." "Mirë," i tha ky djalosh, "mi trego." Ibrahim bin Adham i tha: "E para, në qoftë se dëshiron të mos i bindesh Allahut duke i bërë mëkat atij, atëherë mos hap prej furnizimit të tij." Djaloshi tha: "Për nga do të haun? Ku çdo gjë që është në tokë është prej furnizimit të Allahut." Ibrahim bin Adham i tha: "O ti njeri, është e bukur që të hash nga furnizimi i Allahut dhe mos i bindesh atij?" I tha djaloshi: "Më trego të dytën." Ibrahim bin Adham i tha: "Në qoftë se dëshiron të mos i bindesh Allahut duke i bërë atij mëkate, atëherë mos banon në tokën e tij." Djaloshi i tha: "Kjo qen ka më vështirë se e para." "O Ibrahim, kur lindja, perëndimi dhe gjithçka mes tyre është e tij, ku të banoj unë?" Ibrahim bin Adham i tha: "O ti njeri, është e bukur që të hash nga furnizimi i tij, pra Allahut, të banosh në tokën e tij dhe mos t'i bindesh atij duke i bërë mëkat." Tha: "Jo." Por ma trego të tretën. Ibrahim bin Adham i tha: "Në qoftë se dëshiron të mos i bindesh Allahut, të jetosh me riskun dhe furnizimin e tij në tokën e tij, atëherë shko dhe gjej një vend ku mos të çohi Allahu duke i bërë mëkate atij." I tha ky djaloshi: "O Ibrahim, si mundet kjo gjë? Kur e di çdo gjë, di dhe të fshetën dhe shesh çdo gjë." Ibrahim ibn Adham i tha: "O ti djalosh, është e bukur që të hash nga furnizimi i Allahut, të banosh në tokën e tij dhe të mos i bindesh atij duke i bërë gjunahe dhe i të sheh ty në çdo moment." I tha ky djalosh: Jo, tregoma dhe të katërtën." Ibrahim bin Adham i tha: "Kur meleku i vdekjes të vi për të marrë shpirtin, thuaj më lër dhe pak afat, sa të pendohem me një pendim të sinqert dhe të punoj vepra të mira për hir të Allahut." I tha ky djaloshi: "O Ibrahim, meleku i vdekjes nuk e pranon këtë gjë." Ibrahim bin Adham i tha: "O ti djalosh, në qoftë se ti nuk mundesh të shtysh sa do pak vdekjen ku të pendohesh, di që kur ajo vjen nuk shtyhet, atëherë si mendon se do të shpëtosh?" I tha djaloshi: "Tregoma dhe të pestën." Ibrahim bin Adham i tha: "Në ditën e Kiametit, kur rojet, zebanitet të vinë për të marrë për të dërguar në zjarr, mos shko me ta." I tha ky djalosh: "Ata nuk të lën të ikësh dhe as nuk e pranojnë këtë gjë për meje." Ibrahim bin Adham i tha: "Atëherë si mendon se do të shpëtosh?" I tha ky djaloshi: "O Ibrahim, këto më mjaftojnë, i kërkoj falje Allahut dhe pendohem tek ai." Pas kësaj, djaloshi u bashkua Ibrahimit në adhurim derisa vdekja i ndau të dy. Bretkosa dhe miu. Një herë, një mi derisa po kalonte pranë një lumi, e pa bretkosën duke u zhytur në lum. I mahrnitur me këtë pamje të jashtëzakonshme, miu filloi të bisedoj me bretkosën. U bën miq të afërt dhe bën marrëveshje që ta vazhdojnë miqësinë e tyre dhe muhabetin e tyre, deri në një kohë caktuar. Në këto takime të veçanta, shprehnin qëndrime personale në lidhje me tema të caktuara të ndryshme, ose bisedonin, kur rrëfenin tregime interesante nga kaluara e tyre. Zemrat e tyre u hapën dhe ishin të gëzuara me takimet e tyre. Një ditë,
Miu I tha bretkosës. Ti po noton në ujë, ndërsa mua më le vetëm në tokë. Në këtë tokën e tharë. Çdo herë po vuaj dhe pikëllohem kur po ndahem prej teje. Kur jam vetëm, po vi tek skaj lumit dhe po të thras. Por nën ujë, ti nuk më dëgjon. Miku im I dashur, unë jam qeni që mund të jetoj vetëm në tokë, ndërsa ti mund të jetosh edhe në tokë, edhe në ujë. Duhet të bëjmë diçka për të parë çdo herë që dëshirojmë. Përfundimisht, Miu erdhi në idenë për të realizuar dëshirën e tij. E gjeti një litar të gjatë, ku në njërën anë do të lidhte për këmbë bretkosën dhe në tjetrën këmbën e vet. Dhe kur Miu kishte dëshirën për ta parë bretkosën, vetëm do e tërhiqte litarin dhe bretkosa do të përgjigjej duke dalur në sipërfaqen e ujit. Bretkosa mendoi që ky propozim I Miut është I keq. Ky dëshiron të më lidh për të jetuar si burgosur, tha bretkosa. Edhe pse nuk u pajtua, në fund lëshoi pe dhe pranoi këtë propozim. Pas kësaj, të dy kishin mundësi të bisedojnë më tepër dhe më gjatë, përderisa nuk ndodhi ndonjë fatkeqësi. Në një kohë të gjatë, shqiponja e vëzhgonte Miun dhe papritmas e sulmoi dhe krejt pa vetdije ngriti bashkë me Miun dhe bretkosën nga uji. Fatkeqësisht, ai fat që e priste Miun I ndodhi dhe bretkosës. Shqiponja I gëlltiti të dy. Sikur bretkosa mos të pranonte që ai shumë të lidhej me Miun, nuk të bëj gjah I shqiponjës. Mesazhi nga tregimi. Në këtë tregim shohim shpirtin, veten dhe shejtanin. Ne paraqisim Miun, shpirti paraqet bretkosën, ndërsa shqiponja shejtanin. Trupi ynë për të kënaqur dëshirat e tij e tërheq shpirtin ton në punë të këqija. Përpiqet ta lidhë atë, kështu që në fund shpirti veprimet e këqija I duken të mira. Në këtë mënyrë shpirti është në rrezik për shkak të lidhjes së fortë me trupin. Në këtë kohë jetojmë në mesin e njerëzve të këqinj dhe shoqërisë së keqe. Nëse miqësohemi me njerëzit e këqinj dhe vetë do të goditemi me veprimet e tyre dhe do të fillojmë të bëjmë mëkate, më e rëndë është se kjo do të na duket si gjë normale dhe e përditshme. Por nëse shoqërohemi me njerëz të devotshëm, do të jemi në ndikimin e veprave të tyre të mira dhe me kohën do të hapërojmë rrugës që udhëheq drejt xhenetit. Allahu na dhuroft mundësi që ta zgjedhim rrugën e drejtë dhe gjithfuqishmi le të na mbrojë nga vetvetja jon dhe nga njerëzit e këqinj dhe nga shejtani. Mos e harro çadrën në duan e shiut. Kjo është sërish shumë e bukur. Thatësira e madhe vazhdonte. Tashmë dukej se do të zgjaste përgjithmonë. Një grup I vogël I bujqve ishte në dilemë se çfarë duhet bërë. Shiu kishte rëndësi të madhe në ruajtjen e kulturave të dyre, pra të mbjellat e tyre, nga të cilat varej e gjithë bashkësia. Pasi që problemi bëhej edhe më akut, pra edhe më I vështirë, imami thiri në një mbledhje dhe organizoi duan e shiut. Në fush ishin mbledhur shumë njerëz. Imami I përshëndeti të gjithë. Duke ecur në mesin e tyre, vëreti një vogëlushe me një çadër të madhe në dorë. Përse e ke marrë çadrën? A nuk e sheh se është ditë me diell dhe nuk ka asnjë re në qell? E pyeti imami. Por pas lutjes, a nuk do të filloj të bjerë shi? U përgjigj vajza e hutuar. E ku është ëmbrella juaj? Pyeti vajza imamin. Të gjithë ishin nisur të luten për shi, por se vetëm vajza e vogël kishte ardhur me shpresë se I plot fuqishmi do t'ja pranonte lutjen. Dhe neve si besimtar, sa herë që të lutemi Allahut, duhet të jemi të bindur se Allahu do të na përgjigjet. Thjesht ne duhet të bëjmë durim. Bëjni dua në fëmijë të dashur dhe duroni derisa të vi përgjigja e duas e lutjes suaj. Zbuloje planin e Allahut për ty dhe ndihmoje umetin.
Për 5 minuta, e ullur në klas, isha nervozuar me veten, thot vajza që tregon historinë e saj. Nuk kisha mësuar sa duhet, dhe pas pak më fillonte provimi për nivelin tjetër të gjuhës arabe. Studioja në Kairo për të realizuar ëndrrën e mësimit të gjuhës arabe. Përfundimisht për ta kuptuar gjuhën e Kuranit. Por prap isha e pa përgatitur për provim. Mësuesja ime pa se isha e shqetësuar. Mu afrua dhe më pyeti: "A je mirë? A ke dhimbje?" Isha e hutuar dhe kisha nevojë që dikush të më thoshte: "Ke durim, rruga e diturisë është e gjatë dhe e rëndë, por ja vlen." Këtë mundohesha t'ja thoja vetes, por se nuk shkonte. Mësuesja thuaj se i kuptoi mendimet e mia dhe mu drejtua. "A e di se kush e ka shkruar gramatikën e gjuhës arabe?" "Jo," i thash, duke lëvizur kokën. "Sibawayhi," tha ajo. Pastaj filloi të më tregoj për mjeshtrin e madh të gramatikës së gjuhës arabe. Sibawayhin, Allahu e pasmëshiruar. Ai nuk ka qenë arab, por persian. Kur Sibawayhi fliste arabisht, njerëzit e përqeshnin. Prandaj ai u betua që do ta shkruaj librin e gramatikës arabe. Ai kishte vetbesim dhe Allahu i Madhërisëm i dha sukses në atë që shkroi. Deri më tani, gjatë gjithë këtyre shekujve, askush, as arab dhe as jo arab, nuk e ka shkruar gramatikën e gjuhës arabe sikur se Sibawayhi, mjeshtri i madh i kësaj lënde. Por, kur i afrua vdekja, ai filloi të ndjehej i pikëlluar dhe mendoi për shokët e tij. Të gjithë njerëzit rreth tij e mësuan Kur'anin përmendesh. Të tjerët i mësuan hadithet përmendesh. "Ku është Kur'ani im? Ku është hadithi im?" Qantaj. Në vend të kësaj, ai mësoi vetëm gramatikën e gjuhës arabe dhe rregullat e saj. Shkoi për të fjetur i shqetësuar dhe te i mërzitur. Atë natë, pa në ëndër pejgamberin e dashur sallallahu alaihi wasallam, i cili e përgëzoi për mundin e tij. Sibawayhi u zgjua duke kuptuar se sa e rëndësishme paska qenë puna e tij, nga sa ajo ishte mjeti që i ndihmonte njerëzit që ta dinte ta kuptojnë Kur'anin dhe hadithin. Deri më sot, ky libër vazhdon të ndihmojë njerëzit për ta kuptuar Kur'anin edhe hadithin. Ky nuk ishte arab, nuk mund ta bëjë çdo kush, nga se nevojitet punë dhe mund i cili vlen. Nëse Sibawayhi, jo arab, ka mundur të shkruaj librin e gramatikës arabe, atëhere, ç'është me ju që keni talent që u ka dhënë Allahu i Madhërisëm? Shikoni dhe mendoni për atë që është dhënë për umetin dhe xhamatin tuaj. Ta bëjmë atë që bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta ndërtuar gjeneratën më të mirë që ka ekzistuar ndonjëherë në sipërfaqen e tokës. Ti gjejmë talentet brenda secilit individ, pra secilit prej nesh, dhe ti marrim ato duke i shfrytzuar ato në emër të Allahut, në mënyrë që ta përparojmë umetin. Ti i nevojitesh umetit, po pikërisht ti që po dëgjon. Kjo nuk duhet të jetë vetëm gjuhë arabe, Kurani apo hadithi. Kjo mund të jetë çdo gjë e dobishme që u bën dobi të tjerëve. Do të jetë kjo përpjekje frytdhënëse. Por siç më ka thënë dhe një herë mësuesi im i dashur, bëhu i durueshëm, nga se vërtet durimi është dritë nga Allahu. Mos harro, zbulo planin e Allahut për ty dhe ndihmoje umetin. Po ti fëmijë e dashur që po dëgjon, do bësh i tillë, edhe ti do të bësh më i miri në atë çka ti kërkon dhe inshallah taala do ta bësh që umetit përparoj për shkakun tënd, siç bëri Sibawayhi. Cili është roli i vështirësive në jetët tona? Një burr gjeti një lëvozhg të fluturës dhe vreti se në të u shfaq një vrim e vogël. Ai u ul dhe shikonte se si flutura
luftonte për të tërhequr trupin e saj të dobët përmes asaj vrime të vogël. Për pak kohë flutura u ndal dhe njeriu mendoi se flutura nuk mund të vazhdojë më. Prandaj vendosi ta ndihmoj. Ai mori një palë gërshër dhe me kujdes i preu pjesët e tjera të lëvoshkës. Flutura doli me lehtësi, por trupin e kishte të fryrë, ndërsa krahët e vegjël dhe të vyshkur. Njeriu vazhdoi ta shikonte fluturën sepse mendonte se për çdo moment trupi i saj do t'i normalizohej, ndërsa krahët do t'i rriten dhe do të hapen. Asnjë nga këto nuk ndodhi. Në fakt, flutura pjesën tjetër të jetës e kaloi duke u zvarritur me trupin e saj të fryrë dhe krahët e vyshkura. Ajo nuk ishte në gjendje të fluturonte. Atë që njeriu nga mirësia dhe nxitimi i tij nuk e kuptoi është se hapja e lëvozhgës dhe përpjekjet e fluturës në fakt ishin të nevojshme për fluturën që ajo të arrit t'i marrë përmes asaj vrime format e saj. Pas kësaj, flutura do të ishte gati të fluturonte, sepse do të forcojë duke dalë nga lëvozhga e saj. Ndonjëherë, vështirësitë janë pikërisht ato që na duhen në jetën tonë. Sikur Allahu të na mundsonte që jetën ta kalojmë pa pengesa, kjo do të na paralizonte, po do bëheshim përtac të gjithë. Ne nuk do të ishim aq të fortë, ne kur nuk do të ishim në gjendje, si themi, të fluturojmë. Një jurt thot: kërkova forcën, Allahu më dha vështirësitë që të më bëj më të fortë. Kërkova urtësinë, Allahu më dha problemet të cilat më duhet t'i zgjidh. Kërkova pasurinë, Allahu më dha trupin dhe trurin për të punuar. Kërkova guximin, Allahu më dha riskun të cilin më duhet ta mposht. Kërkova dashurinë, Allahu më dha njerëzit të cilët duhet t'i ndihmoj. Kërkova shërbime, Allahu më dha mundësitë. Nuk kam marrë atë që kam kërkuar, po kam marrë atë që ishte e nevojshme. Ebu Hanife dhe ateisti. Një ditë, i dituri Ebu Hanife, imami Ebu Hanife, ishte ballafaquar dhe po diskutonte me ateistët e kohës së tij dhe debati ishte fokusuar mbi ekzistencën e Zotit. Duke parë se ata nuk po bindeshin dhe koha nuk i premtonte më shumë, Imam Ebu Hanife u tha: unë sot ndihem i lodhur dhe më presim punë të tjera, prandaj dhe kërkoj për jush që diskutimin ta shtym për të nesërmen, në filan orë. Ateistët ranë dakord dhe kështu u ndan. Të nesërmen, të gjithë ateistët kishin ardhur në kohën e caktuar, kurse Imam Ebu Hanifja akoma nuk po dukej gjëkundi. Ai u vonua aq shumë sa që ateistët menduan se ka frikë nga ballafaqimi. Në fund, kur erdhi Ebu Hanifja, filloi të kërkojë të falur dhe të justifikohej për vonesën. E gjitha kjo ishte planifikuar, po planifikuar nga vetë Imam Ebu Hanifja për të shërbyer diskutimit të tij. Ai kërkonte me çdo kusht që t'i bind me ekzistencën e Zotit dhe këtë donte ta bëj sa më praktik. Imam Ebu Hanifja u tha: më vjen keq për vonesën, por siç e dini unë banoj nga ana tjetër e lumit Eufrat, dhe për të ardhur këtu më duhej të kaloja lumin me një vark. Por në atë orën që unë do të vija, nuk kishte asnjë vark, kështu që u vënova. Ateistët e pyetën: mirë, si e kalove lumin? Imam Ebu Hanifja u përgjigj: teksa isha duke pritur i mërzitur, me rrjedhën e lumit erdhi një copë dras e gjerë dhe e gjatë dhe u ndal para meje. Pas kësaj erdhën dhe 4 të tjera dhe u ngjiten me të parën, duke formuar një vark të përshtatshëm për të kaluar lumin. Kur e pash këtë, hipa sipër saj dhe valët më shtyen derisa kalova lumin pa problem. Ateistët i thanë: çfarë? Apo tallesh me ne? Kjo s'ka pikë logjike. Çfarë janë këto fjalë boshe dhe budalliqe që po thua? Por Imam Ebu Hanife jo ktheu: për Zotin,
Me këto fjalë që po thoni, po e pranoni vetë ekzistencën e një Zoti krijues. Nëse ju nuk pranoni që një lundër të formohet rastësisht, atëherë si e pranoni që gjithë gjësia që na rrethon të jetë krijuar rastësisht? Atëherë ateistët heshtën dhe nuk folën. Kjo ndodhi tregohet për të vërtetuar se Zoti është krijuesi i universit dhe i gjithë shkaje brenda tij. Përse zemërohesh? E pyeti një herë nxënësi mësuesin. Je i urtë, gjithmonë i disponuar, asnjëherë nuk zemërohesh. Më ndihmo që dhe unë të bëhem i tillë. Mësuesi u pajtua dhe luti nxënësin që t'ia sjelli një patate dhe një thes dhe i shpjegoi. Kur në dikë zemërohesh dhe ofendohesh, merr një patate dhe në të shëno emrin e njeriu me të cilin je zemëruar, dhe pastaj vendose patate në thes. E kjo është e gjitha, e pyeti nxënësin. Jo, nevojitet që gjithmonë ta mbartësh me vete këtë thes dhe çdo herë kur ndjen se je i lënduar, vendose në të një patate, i tha mësuesi. Nxënësi pranoi. Kaloi një kohë, thesi u mbush me patate dhe u bë mjaft i rënd. Ishte e papërshtatshëm ta mbarte gjithmonë me vete. Përveç kësaj, patatat filluan të prishen dhe të kundërmonin erë të keqe. Nxënësi erdhi tek mësuesi dhe i tha: "Është e pamundur që ta mbart. Thesi është i rënd dhe patatet u prishën." Mësuesi ju përgjigj: "Njëjta ndodh edhe me shpirtin tënd. Kur me dikë zemërohesh, në shpirtin tënd krijohet një barë e rënd, edhe pse nuk e vëren me një herë. Pastaj bara bëhet gjithnjë më e madhe. Veprimet kthehen në traditë, ndërsa tradita në karakter, i cili lind vese që të kundërmojnë era keqe. Dhe lehtë do ta harroje këtë barë sikur mos të bëhej te i rënd që ta mbartje vazhdimisht me vete. Ta jap mundësinë që nga anash ta shikosh tërë këtë proces. Çdo herë që kur vendos të zemërohesh, apo grindesh, apo lëndohesh nga tjetri, mendo, a thua ja vlen kjo barë? Prandaj fëmijë, sa herë që mërziteni, falni. Rregullojeni marrëdhëniet me vëllezërit dhe motat e juaj musliman, dhe inshallah taala nuk do të keni barra të rënda në shpirtin tuaj. Si hapen dyert e mëdha? Një mbret vendosi për shkak të një pozite me rëndësi në pallat ti testoi obortarët e tij. E rrethuan njerëzit më të fuqishëm dhe të urtë të gjithë oborit dhe mbreti u tha: "Kam një dyshim dhe më intereson cili prej jush do të më ndihmoj që ta zgjidh." Pastaj i solli përpara dyerve teje të mëdha dhe u tha: "Këto janë dyert të mëdha dhe më të rëndat në mbretërinë time. A mundet dikush nga ju që t'i hapi ato?" Shumica prej tyre që ishin prezent filluan të lëvizin kokën në shenjë mosbesimi. Disa të tjerë filluan të shikojnë dyert nga afër duke i prekur, por në fund të gjithë pranuan se nuk mund të hapen. Mirë po, pa pritmas nga turma doli një obortar dhe ju afrua dyerve. I shikoi, i preku dhe i shtyri. Me një herë, me të shtyr, ato lëvizën dhe dyert u hapën. Dyert në fakt ishin të hapura që nga fillimi, po pakës, shumë pak, dhe jo të mbyllura. Për hapjen e derës, e cila ishte pakës e hapur, ishte i nevojshëm vetbesim, që kjo të bëhej në prezencën e vetë mbretit. Mbreti shpalli: "Ti do ta fitosh këtë pozitë në pallat. Nuk u bazova në atë që ke parë, por pate kurajo për të provuar atë që në fillim dukej e pamundur." Kështu është dhe në jetët tona. Shumë dyer tani më janë pak të hapura, por ne friksohemi që t'i hapim deri në fund. Një autor ka thënë: "Të provosh është çmimi i përparimit." Prandaj fëmijë, asnjëherë mos u dorëzoni në jetën tuaj, sa herë që keni detyra të vështira, punë që duken të rënda, provojeni, sepse do të vi lehtësimi më pas.